Segmenti kurudhor Elbasan-Pogradec ndodhet në këtë fazë të dytë të projektit detajuar me grantin WPIF-it. E gjithë linja ka qenë 2012 që nuk përfshihet nga operimi dhe monitorohet her pas here nga mbrojtuesit e mjeteve. Mbrojtuesit e linjës që bëjnë raport mujor në drejtorinë e infrastrukturës. Në kilometrin 103-700, pra në Dragostinj, pjesë e këtij segmenti, si pasojë e rresheve dëndura të shiut dhe rritjes së volumit të lumit Shkumbin, kemi pasur problematika të shtuara në këtë kilometër, ku do shtoja masivi, jo rruga apo e kurudha, po masivi asaj zone, ka një rëshqitje e cila është aktivizuar me 30 vjet përpara. Pra, ky masiv, i ngarkuar nga shirat e këtyre 4 muajve të fundit, bërit mundur nga shumë faktor të ndryshëm si është shiu, volumetria e qenit në këtë kilometër, si dhe lumi Shkumbin në rritje të shtratit dhe përplasje me shpatullën e kurudhës, bërit mundur planin rëshqitës. Siç e tha dhe drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, gjithë strukturat tona janë në teren, kanë marrë masat e nevojshme, konsulentët tanë të përhershëm, si dhe ata të Fakultetit Inxhinierisë Ndërtimit,